Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur ndjekës të mi, mirëmbrëma miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor për të ndarë analizën dhe për të komentuar ngjarjet. Me thënë të drejtën, isha shumë konfuz. Isha konfuz në daljen e Olës. Mendoja që produksioni do të luan me karta interesante. Mendoja që produksioni do ta bënte të njëjtën gjë, siç bënte për shembull Big Brotheri me Rogertin, që pa marrë parasysh Rogerti kishte vota për të dalë nga shtëpia pafund, produksioni përsëri e mbante sepse Rogerti krijonte drama dhe bënte show. Dhe mendoja që e njëjta gjë do të ndodhë sonte në këtë spektakël, edhe pse një gjë brenda meje më thonte që Eduardi është vërtet ndryshe dhe nuk thyen asnjë lloj rregulli. Dhe sonte, me një personazh si Ola, që realisht do me thënë e ka mbajtur gjithë javën aktive, kamerat kanë qenë të fokusuara gjithë javën tek ajo, publiku ka komentuar shumë për të, u krijuan debate televizive, u mbajtën emisione, qa nuk u tha për të, do me thënë u shëndrua në një lloj fenomeni, edhe pse në formë të keqe. Unë e prisja që për interesin e produksionit, për interesin e lojës, produksioni do ta vazhdonte rrugtimin e saj, por siç duket, Eduardi është i qartë në punën që bën. Eduardi si regjisor gjithmonë dhe plus Agai duan të kenë besimin e publikut dhe duan të nxjerrin fitues dhe duan të çojnë përpara në lojë atë që publiku do. Dhe si sonte dhe në çdo prime tjetër në Ferma VIP, domethënë që nga prime i parë, kur ka patur dalje dhe deri më sonte, banorët të cilët janë larguar nga ferma kanë qenë sikur ka qenë vlerësimi i publikut dhe kjo në fakt duhet të duartrokitet sepse është vërtet një reality show i pastër. Ola doli, zemër thyer, mendoj që deri diku e penduar për fjalën që tha, nuk mund ta them plotësisht. Më së shumti mu duk se i dhimbseshte rrugtimi i cili e la, se sa fjala e thënë. Do me thënë, i vinte keq që po largoheshte nga ferma, nuk mori më të mirën e fermës, përkundrazi e mori më të keqen, por me aq sa un pash, Ola arriti që ta fiton Adionin dhe uroj me zemër që t'ju shkon bukur dhe mbar jashtë fermës, se ndoshta edhe mund të ftohen përsëri në Big Brother VIP Kosova, nuk i dihet, janë personazhe shumë dinamik dhe ndoshta mund të kenë një ofertë. Tani nga ana tjetër, Gresa Sekiraqa vendosi të largohet sonte. Unë me thënë drejtën e pash më së shumti një lloj frike te Gresa. Gresa bëri një matematik të shpejt me daljen e Olës. Ajo i tha vetes me kë do qëndroj unë këtu, me kë do të bëj lojën, me kë do të bëj strategjin, do ta kem shumë të vështirë vetë brenda. Më kanë ardhur disa mesazhe të koduara që je duke dalë shumë keq dhe më e bukura e gjës është që unë të mbyll këtë rrugtimin dhe të hec përpara me atë që unë kam arritur. Dhe mu duk e menduar bukur nga ana e Gresës, do me thënë, diti ta kapën momentin e vetë. Unë mendoj që dhe Ola jashtë do të ketë mundësin të kapën momentin e vetë, por kjo gjë nuk është se ja zvogloj punën Eduardit. Në momentin kur ne presim që të binë klikimet, Eduardi dhe Arbana bëjnë një lëvizje të mirë menduar. Imagjinoni tash çfarë personazhesh fusin brenda në ferm. Zhaku, që ka qenë opinioniste dhe ka një rrugtim që e njeh fermën, dhe Kostana Morava, një personazh që është i drejtë për drejtë, një personazh që është goditës dhe mendoj që është një luftë e re brenda në fermë. Tani Zhaku e ka të vetmin moment për të kapur momentin e saj në jetë. Unë nuk e mendoj dhe nuk e besoj që Zhaku dhe Kostana do t'i dalin kundër Mozës. Ndoshta, me atë që unë e pash, Kostana edhe mund të rëshket diku, sepse unë i bindur jam që Moza do t'i testoj, Moza është shumë inteligjente, ajo që sonte filloi të vrasë mendjen, do me thënë se cila është arsyeja që kanë hyrë këto dy personazhe, nuk e ka shumë me Kostanën sa e ka me Zhakun, do me thënë duke njohur karakterin e Zhakut i duket e pabesueshme që një Zhaku të jetë tim Moza, do me thënë i duket shumë e pabesueshme, por unë mendoj që Zhaku do ta përdorë bukur këtë kartën, vetëm për faktin që të rikthehet
të bëj rikthimin edhe një herë fuqishëm në jetë, duhet kuptuar një gjë, domethënë, banorët të cilët bëhen pjesë e fermës, jo gjithmonë hynë aty brenda për të fituar. Zhaku dhe Kostana në këtë pikë të lojës, me patjetër që nuk kanë hyrë për të fituar, edhe pse kemi edhe gjysmën e lojës përpara, domethënë kemi edhe 50 ditë më shumë për të arritur drejt finales së madhe. Por unë mendoj që Zhaku dhe Kostana do të krijojnë debate, do të krijojnë dinamika, domethënë produksioni ka futur më së shumti për ta mbajtur në kulminacion shikueshmërinë, për të krijuar klane dhe për të agresuar edhe më shumë situatën. Domethënë ajo që tani po bëhet, domethënë po prishen këto pole që janë ndërtuar, banorët nuk i pritën me dashuri dhe nuk do të vazhdojnë t'i presin. Më pëlqeu guximi për shembull i Kostanës kundër Drejt Ilirit dhe mendoj që tani do të prishen pak momentet, e pa Shromirin shumë të stresuar, e pa Shromirin shumë në mendime që ndoshta edhe do të mendon që të largohet nga ferma. Domethënë është një kërcënim për shtëpinë realisht hyrja e këtyre dy personazheve, duke i njohur shumë mirë dhe fermerët se çfarë goditjesh dhe çfarë guximi kanë këto dy vajza. Domethënë e shoh një fermë shumë dinamike, ndërsa tek Zhaku dhe tek Moza, unë mendoj që Zhaku do të krijon një shoqëri të mirë me Mozën, sepse Zhaku e di që çdo medalje realisht i ka dy anë dhe ajo do të merr të mirën e medaljes dhe në këtë rast ajo e ndihmon veten për të rikthyer, për të marrë kontrata, për të ribërë emër, për të rindërtuar personazhin e saj, sepse normalisht artistët, të cilët edhe nuk janë aktiv në përditshmërinë e tyre, edhe harohen te publiku dhe biznesi i tyre bie. Dhe kështu që domethënë e shoh Zhakun me një mekanizëm për të bërë lojë kundërdrejt të tjerëve, për të provokuar të tjerët, për t'i nxjerrë të tjerët nga vetja, Kostana për t'u lëshuar me agresion dhe për të krijuar debate të forta për të mbajtur audiencën, ndërsa në pjesën e Mimozës e shoh një mbështetje në rrugtimin e Mimozës dhe në rrugtimin e saj, realisht, dhe e shoh një Zhaku që dëshiron të jetë afatgjatë në fermë dhe nuk do të bëj gabime që të lishon veten e saj apo të del nga kontrolli. Edhe sonte e pash situatën të menaxhueshme me Sarën, nuk është aq e vështirë sa e bëjnë ato, sepse krahasuar për shembull me vitet e kaluara kanë qenë më të fokusuar tek punët e fermës, më të fokusuar tek kafshët. Këto nuk është se punojnë gjë me kafshë, domethënë mund të keni të shikort e para të mëngjesit aty sa për të mos e hequr këtë epitetin ferm, nuk janë si në ferm, janë pothuajse si në Big Brother, dhe mendoj që hyrja e këtyre dy personazheve do të krijojë një dinamik të re dhe do ta vështirësojë edhe më shumë qëndrimin e disa banorëve brenda në këtë fermë. Domethënë, shoh një hyrje interesante, shoh një dinamik interesante, por në fakt Mozën pak të trembur, sepse Moza akoma nuk e kupton që jashtë është shndruar në fenomen. Ndërsa këto të tre, si Bujaka, si Kostana, si Zhaku, e din shumë bukur se si qëndron fotografia jashtë.